në rolin e aktorit të Rikardi III dhe më pas u ndalë për të punuar një shfaqje apo një komedi që ja doli mban. Ai më parë ka qenë i angazhuar për projektin ton, po pastaj pat një farëngecje në shfaqjen në Rikardin e III dhe disa aktorë nuk janë të kënaqur me ndarjen e roleve në shfaqjen e Rikardit të III. Disa u larguan, disa me vetë dëshirë e lëshuan projektin, edhe patën një farë marrëveshje me aktorin Shkëmbim Mistrefin dhe ai pranoi që të luante rolin me të cilin e keni parë. Erdhi për një punë bëri dy, do të thuash. Po. Në thuaj pak si ka qenë procesi Visar? Si e pritët përzgjedhjen kur u përzgjedhje për këtë rol, për këtë komedi? Procesin ka filluar, ndarja e roleve ka filluar në janar, po me qenë se ka pas një ngecje të Rikardit III shfaqjes dhe e lanë që shfaqja të rresha, po të mos rresht të jipet mas Rikardit edhe javën e kaluar e patëm premierën edhe unë ndam gjithë të kënaqur. Besoj që ka qenë një proces me plot të qeshur, a? Me plot ka qenë me procesi pikë së pari ka qenë, prej ditën e parë ka qenë procesi me energji pozitive, si ka filluar procesi i provave, ashtu mbaroi edhe u dha finalja me energji pozitive, gjatë që publiku kemi fjalë tepër pozitive, tepër fjalë që nuk e kemi prit deri në këtë nivel tjetë shfaqja, po jemi tepër të gëzuar për publikun shqiptar